po sikur lutja jote të mos jetë harruar asnjëherë. Po sikur çdo moment heshtjeje që ke përjetuar të ketë qenë pjesë e një plani që ti ende nuk mund ta shohësh. Ka njerëz që janë lodhur duke pritur, janë lodhur duke u lutur për të njëjtën gjë, natë pas nate, pa parë asnjë ndryshim. Dhe ngadalë, zemra fillon të mbushet me pyetje të rënda. Pse Zoti nuk po përgjigjet? Pse gjithçka duket e ndaluar? Pse bekimi im vazhdon të vonoj? Por ajo që shumica nuk kuptojnë është se heshtja e Zotit nuk është gjithmonë refuzim. Shpesh është përgatitje. Ka procese shpirtërore që ndodhin në errësirë, larg syve njerëzor. Ndërsa ti mendon se asgjë nuk po lëviz, Zoti mund të jetë duke rregulluar njerëz, kohë, dyer dhe situata që ende nuk janë gati të shfaqen. Dhe ndonjëherë, bekimi më i madh nuk është përgjigja e shpejtë, por koha perfekte kur ajo përgjigje më në fund arrin. Sot do të zbulosh pse disa lutje vonojnë, dhe pse kjo nuk do të thotë se je harruar. Ka një lloj heshtjeje që e lodh shpirtin më shumë se çdo dhimbje tjetër. Është ajo heshtje që vjen pasi e lutur me gjithë zemër dhe përsëri nuk ndodh asgjë. Ditët kalojnë, netët bëhen më të gjata dhe lutja fillon të tingullojë si një zë që humbet në boshllëk. Në këtë fazë, shumë njerëz fillojnë të ndryshojnë nga brenda, jo sepse humbasin besimin menjëherë, por sepse lodhen duke pritur pa kuptuar arsyen. Ata shohin të tjerët duke marrë përgjigje, ndërsa jeta e tyre duket e ndalur. Dhe pikërisht këtu lind pyetja më e rëndë, po sikur Zoti të më ketë harruar. Por ajo që nuk shihet është se heshtja shpirtërore nuk do të thotë mungesë e pranisë së Zotit. Ka momente kur qielli hesht, jo sepse nuk dëgjon, por sepse po përgatit diçka që ende nuk është gati të zbulohet. Dhe shpesh, periudhat më të errta janë ato ku po ndërtohen ndryshimet më të mëdha. Sepse ndonjëherë, para se të vijë përgjigja, shpirti duhet të mësojë të qëndrojë i fortë edhe në heshtje. Sa më gjatë të zgjas pritja, aq më shumë fillon të ndryshojë mënyra si mendon, si ndjen dhe si e sheh jetën. Në fillim lutesh me forcë dhe shpresë, beson se përgjigja do të vijë shpejt. Por kur ditët kalojnë pa ndryshim, zemra fillon të rëndohet nga heshtja. Dhe pa e kuptuar, njeriu fillon të luftojë jo vetëm me problemin, por edhe me mendimet e veta. Fillon të pyes veten, nëse është mjaftueshëm i mirë, nëse ka bërë diçka gabim, nëse lutja e tij ka ende kuptim. Por pikërisht këtu ndodh diçka e padukshme. Ndërsa ti mendon se pritja po të dobëzon, në të vërtetë, ajo po zbulon pjesë të zemrës që më parë nuk i kishe parë, frikra të fshehura, pasiguri të vjetra, varësi emocionale që duhej të thyeshin. Sepse ndonjëherë, para se Zoti të ndryshojë situatën, ai fillon duke ndryshuar njeriu që po lutet. Dhe edhe pse kjo fazë është e dhimbshme, ajo krijon një forcë të re brenda teje, një besim që nuk varet më nga shenjat, por nga bindja se Zoti ende po punon në heshtje. Ekziston një moment në rrugën shpirtërore ku gjithçka duket e ngrirë. Lutjet vazhdojnë, por përgjigjet nuk vijnë. Zemra vazhdon të shpresojë, por realiteti përreth duket i pandryshuar. Kjo është faza ku shumë njerëz humbasin forcën, sepse është e lehtë të besosh kur shikon shenja, është e lehtë të lutesh kur ndjen praninë e Zotit afër, por kur qielli duket plotësisht i heshtur, besimi fillon të testohet në një mënyrë shumë më të thellë. Në ato nete gjata, mendja fillon të mbushet me frikë. Njeriu fillon të mendojë se ndoshta asgjë nuk do të ndryshojë më. Por ajo që duket si një derë e mbullur, mund të jetë në të vërtetë një moment përgatitjeje. Ka periudha kur Zoti lejon heshtjen, jo për të larguar, por për të ndërtuar një besim që nuk varet nga emocionet apo rezultatet e menjëhershme. Sepse nëse besimi mbijeton edhe në errësirë, atëherë ai bëhet i pathyeshëm. Dhe shpesh, pikërisht kur njeriu mendon se gjithçka ka marrë fund, qielli fillon të lëviz në mënyrë të padukshme. Shumë njerëz mendojnë se betejë më e madhe është ajo që ndodh përreth tyre. Problemet, humbjet, pengesat. Por lufta më e vështirë shpesh ndodh brenda shpirtit. Është ajo betejë e heshtur mes besimit dhe dorëzimit. Nga jashtë, jeta vazhdon normalisht. Njerëzit buzëqeshin, ecin, flasin si zakonisht. Por brenda,
zemra është duke luftuar për të mos u rrëzuar. Dhe pikërisht në këtë fazë, gjithçka fillon të duket më e rëndë. Pengesat shtohen, dyert mbyllen. Gjërat që dikur dukeshin të sigurta fillojnë të lëkunden. Por ajo që ti nuk sheh është se para çdo bekimi të madh ekziston një periudhë presioni shpirtëror. Sepse ndryshimet e mëdha nuk lindin në rehati. Ato formohen në momentet ku shpirti mëson të qëndrojë fort, edhe kur gjithçka duket kundër tij. Dhe ndonjëherë, arsyeja pse betejë është bërë kaq e fortë është sepse diçka shumë e madhe po afrohet. Prandaj mos e interpreto çdo pengesë se humbje. Disa beteja janë vetëm shenja se qielli po lëviz në mënyrë të padukshme për ty. Ka momente kur humbjet duken si fundi i gjithçkaje. Njerëz largohen, planet dështojnë, dyer mbyllen pa paralajmërim, dhe zemra nuk arrin ta kuptojë pse gjithçka po shpërbëhet njëkohësisht. Në ato çaste, njeriu zakonisht lutet që gjërat të kthehen si më parë, por ndonjëherë ajo që po largohet nuk është bekimi yt, është pengesa jote. Zoti shpesh largon gjëra që ti i mban fort, sepse ai sheh atë që ti ende nuk mund ta shohësh. Ka lidhje që do të shkatronin më vonë, ka rrugë që do të largonin nga qëllimi yt, ka njerëz që nuk mund të ecin me ty në fazën tjetër të jetës tënde. Dhe edhe pse ndarja dhe humbja sjellin dhimbje, ato mund të jenë pjesë e një pastrimi shpirtëror, sepse e reja nuk mund të hyjë aty ku e vjetra ende po zëvendin. Një ditë do të kuptosh se disa gjëra nuk u larguan për të dëmtuar, por për të hapur hapësirë për atë që Zoti kishte ruajtur për ty, gjatë gjithë kësaj kohe. Ndryshimet më të mëdha shpesh nuk fillojnë me zurmë. Ato fillojnë me detaje të vogla që shumica e njerëzve i injorojnë. Një ndjenjë paqeje që vjen papritur pas javësh ankthi. Një derë që mbyllet, por këtë herë nuk të thyen si më parë. Një takim i papritur, një mendim i ri që lind në heshtje brenda teje. Në fillim, këto duken si gjëra të zakonshme, por në planin shpirtëror, ato janë shenja se diçka ka filluar të lëvizi. Sepse kur koha e Zotit afrohet, zemra fillon ta ndjejë përpara se syt ta shohin. Frika nuk kontrollon më çdo mendim. Ankthi fillon të humbas forcën, dhe edhe pse përgjigja ende nuk ka ardhur plotësisht, brenda teje lind një qetësi që nuk mund të shpjedohet. Kjo ndodh sepse shpirti fillon të kuptojë se nuk është më vetëm. Dhe shpesh, para se bekimi të shfaqet në realitet, ai fillon të shfaqet si paqe e heshtur brenda zemrës. Është momenti ku qielli fillon të afrohet ngadalë, pa zurmë, por me fuqi. Pas gjithë asaj pritje, vjen një moment që ndryshon gjithçka, dhe shpesh, ai moment nuk paralajmërohet. Një ditë zgjohesh dhe ndjen se diçka është ndryshe. Jo sepse të gjitha problemet janë zhdukur me njëherë, por sepse rruga që dikur dukej plotësisht e mbyllur, fillon të tregojë dritë. Telefonata që nuk vinte kurrë, më në fund arrin. Mundësia që dukej e humbur rikthehet. Zemra që ishte e lodhur fillon të marrë frymë ndryshe. Dhe pa pritur kupton se qielli nuk ishte qenë kurrë kundër teje. Gjithçka po përgatitej për këtë moment. Sepse koha e Zotit nuk lëviz sipas ankthit njerëzor. Ajo lëviz sipas momentit perfekt, ku gjithçka lidhet në mënyrën e duhur. Dhe kur ajo kohë vjen, dyer që qëndronin të mbyllura për vite mund të hapen brenda një dite. Kjo është arsyeja pse nuk duhet të dorëzohesh gjatë heshtjes, sepse nuk e di sa afër je me momentin që do të ndryshojë gjithë historinë tënde. Ndoshta pikërisht tani, ndërsa mendon se asgjë nuk po ndodh, gjithçka po fillon të hapet. Kur më në fund shikon gjithçka nga një perspektivë më e lartë, fillon të kuptosh diçka që dikur dukej e pamundur për ta pranuar. Asnjë lutje nuk ishte harruar. Çdo natë pritjeje, çdo lot i heshtur, çdo moment kur mendove të dorëzoheshe, kishte qenë pjesë e një rruge që po të çonte drejt diçkaje më të madhe. Në atë moment, zemra fillon të shoh ndryshe edhe dhimbjen. Kupton se disa dyer u mbyllën për të mbrojtur. Disa njerëz u larguan sepse nuk mund të hynin në të ardhmen që Zoti kishte për ty. Disa përgjigje vonuan, sepse ti ende nuk ishe gati për atë që po afrohej. Dhe papritur, ajo që dikur dukej si heshtje, bëhet provë se Zoti ka qenë duke punuar gjatë gjithë kohës. Kjo është arsyeja pse besimi i vërtet nuk lind pasi gjithçka ndryshon. Ai lind në momentin kur kupton se Zoti ka qenë pranë, edhe atëherë kur ti nuk mund ta ndjeje. Sepse lutja jote nuk ishte harruar. Koha e Zotit thjesht po afrohej ngadalë, derisa çdo gjë ishte gati për bekimin që do të ndryshonte jetën tënde.